Rektori i Universitetit të Shkodrës Luiç Gurakuqi, profesor Dr. Tonin Xhuraj pritin në një takim ambasadorin e Indisë në Shqipëri, Ravindra Prasadya Ifsal. Në fokus të diskutimit mes tyre ishin mundësitë e bashkëpunimit në fushën e arsimit në kuadër edhe të programit të ndërkombëtarizimit që ky universitet ka objektiv të tij. Rektori Xhuraj informoi ambasadorin se nga viti i ardhshëm do çelet edhe programi i ri i studimit në gjuhën angleze, ai administrim biznesit. Duke nisur nga viti i ardhshëm akademik, ne do të hapim një program të ri studimi që është në administrim biznes. Pranë fakultetit të ekonomisë tashmë është aplikuar dhe besojmë që ne do të licencohemi nga Ministria e Arsimit. Natyrisht kjo është në kuadër të hapur për ndërkombëtarizim. Ne marrim nëpërmjet zyrës së marrëdhënieve me jashtë, Erardi është këtu prezent dhe ka një përvojë gjatë. Ne marrim çdo ditë mesazhe nga posta elektronike, nga burime të ndryshme, mesazhe nga të rinjt indian, të cilët dëshirojnë të eksplorojnë mundësitë e studimit në Shqipëri, në Tiranë, tani pse jo edhe në Shkodër, nëse ne do jemi të suksesshëm me këtë program studimi, i cili do jetë në gjuhën angleze. E para, e dyta, vetë ambasadori shtoi faktin që mund të na ndihmojnë ose janë të interesuar që të mund të bashkëpunojnë me ne sa i takon menaxhimit shëndetësor. Është një tjetër drejtim, një program tjetër studimi dhe infermieri, program të cilin ne e kemi dhe natyrisht atë që përmendi edhe zëvendës rektoria, ne do të hapim në të ardhmen një program të ri studimi në fushën e menaxhimit shëndetësor. Këta janë dy. Ndërkohë që ambasadori shtoi faktin se vetë ambasada e cila është e re, siç dihet tani, siç është hapur në Tiranë, do shikoj nëpërmjet qeverisë indiane, pra do shikoj mundësinë e ofrimit të ekspertizës pra qeveritare, pra programeve qeveritare që ato kanë, përfshi dhe shkëmbimet studentore, meqense tashmë është një treg i hapur, ju e dini që sot po të shkohet në Tiranë, janë disa institucione të arsimit të lartë, kryesisht privat, por edhe publik, të cilët po pranojnë dhe po regjistrojnë studentë që vinë nga India. Ambasadori i Indisë në fjalën e tij theksoi marrëdhëniet e mira mes dy vendeve dhe lidhjen e veçantë me Shqipërinë prej Nën Terezës, bies së kombit shqiptar, që jetoi e punoi pranë të varfërve në Indi, duke u bërë zëri i tyre në mbar botën. Ai u shpreh lumtur për fushat e reja të bashkëpunimit që mund të lindin mes dy vendeve tona. Shqipëria dhe India i vendosën marrëdhënie diplomatike në vitin 1956. Aktualisht marrëdhëniet ekonomike nuk janë në nivele të larta, ndërsa në arsim studentët shqiptar marrin bursë nga programet indiane si ITEK dhe ISS për trajnime profesionale.